Mirë, plane dhe strategji, mirë po dhe ligje kemi me bollok, mirë po, a mund të marrim shembuj të rajonit që janë të mirë, për shembull që ka ndodhur në shtetet rajonit, e që ne mund t'i marrim për Kosovën? Shembuj të rajonit kemi plot me bollok. Veç para se me dalë të shembuj të rajonit, kisha dashur veç pak kundërlidh me zotin Mustafa, kur e përmendi konferencat e mëdha botnore. Një praktikë e shteteve të zhvilluara është që në politikat në ministritë të tyre të jashtme, një element kyç është diplomacia e ambientit. Shtetet e zhvilluara, përveç se merren me mbrojtjen e ambientit dhe resurseve të tyre natyrore intensivisht, ato merren edhe në angazhime multilaterale për mbrojtjen e ambientit në rrafshin global. Në rrafshin lokal këtu në Kosovë, duket qartë që na kemi qef me çu kohën veç tu jalon fajin dikujt tjetër. Praktikat të rajonit janë shumë ma impresionuese se çfarë i kemi na momentalisht në Kosovë. Tu e pas parasysh që jemi pak para aderimit në BE, ku njëri prej kapitujve më të komplikuar, siç e përmendi edhe ministri, është kapitulli 27 i AKI-s, që është harmonizimi i ligjeve në rrafshin e mbrojtjes së ambientit. Maqedonia, për shembull, mos më shku hiç më larg. Maqedonia është intensivisht e angazhuar në mbrojtjen e ambientit edhe prej partive politike, prej partive individuale politike, në fushatën e fundit elektorale, secila parti politike ka pas njërin prej prioriteteve mbrojtjen e ambientit. Mos më shku hiç më larg, ata e kanë implementuar ligjin për qeset e plastikës. Sot, kur blen diçka në shitoret e Maqedonisë, pyetesh a do në qeset plastikës apo të letrës. Nëse e zgjedh qesën e plastikës, paguën pare. Nëse e zgjedh qesën e letrës, nuk paguën kur gjë. Është një taks që është shumë e rëndësishme për praktikat për neve, për shembull, që jemi shtetën në fillimin e implementimit ligjeve. Do të thotë konsumatori e paguën dëmtimin e ambientit. Që atëherë ajo taks përfundon në ekofondin, që parlamenti jon kurs është organizuar për me themelu ekofondin që parashihet me ligj prej vitit 2003. Prej vitit 2003 ekofondin na nuk e kemi të mënu. Kemi ekofond. Përveç ekofondit, këshilli për këshillimin e mbrojtjes së ambientit në parlament nuk ekziston. Prap, në 2003 është para pak kjo me ligj, parlamenti asnjëherë nuk është organizuar si duhet për me themelu këtë këshill, këtë bord. Malizi, me shku pak ma lërë, të fqini Malizi. Mës me hi shumë në detale, në vitin 2008, Malizi qëtë vetën si shtet ekologjik. Në Balkan që do në thotë, kushtë që u thonë me vetur, në Malizi duhet me pagu taks ekologjike që është minimum 10 euro. Kjo taks prap derdhet në ekofondin e Malizi që pastaj përdoret për projekte të ndryshme për mbrojtjen e ambientit. Duhet mi pas parasysh që projektet për mbrojtjen e ambientit nuk janë të lira, edhe duhet me pas ekspertizë, që momentalisht Kosova po duket që se ka as njënën, as tjetrën, as buxhetin, as ekspertizën. Do më thënë, prej neve, prej Kosovarë, kush ka shku në lëqim vitin e kalim, ka 10 euro na i kanë mora ta. Minimum, për një muaj është 10 euro. Po nalime për shtetet fësine, do më thotë, Macedonia ka ligjin për pastrimin publik i konkret. Po na po fokusohemi të ne. Do më thonë, iniciativat ligjore janë sigurisht që ministri do t'ju tregon. Po na u fokusuam të ne dhe përqym ku imi alon faj. Na po flasim për praktika që po implementohen. Nuk kemi nevojë me lexu as me Zoti Bujupi, ju merrni vetëm me mbledhjen e përllogjeve. Nuk kemi nevojë na me tash për çështje tjera që i dim.